Në kuadër të javës së kulturës së pakicave kombëtare në Maltëzi, Qendra për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës së pakicave para një audience të emocionuar, mbajti premierën solemne të dokumentarit televiziv Krye Kapedani, një film i dedikuar figurës së shquar historike, Haxhi Ali Ulqinaku, njëri ndër kapetenët më të njohur të brigjeve shqiptare dhe personalitet me rëndësi të veçantë për identitetin kulturor të qytetit të Ulqinit. Premiera u mbajt në Qendrën për Kulturë në Ulqin, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve kulturore, studiuesve, krijuesve dhe qytetarëve. Ngjarja organizuar në kuadër të shënimit të 400 vjetorit të rënjes heroike të Haxhi Aliut, i cili në gojdhëna dhe dokumente historike kujtohet si një luftëtar i vendosur, strateg detar dhe mbrojtës i pavarësisë së brigjeve shqiptare në kohra të trazuara. Drejtori i Qendrës për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës së pakicave në Maltëzi, Gëzim Hajdinaga, njëri ndër mbështetësit kryesor të realizimit të filmit, theksoi rëndësinë e këtij projekti kulturor për Ulqinin. Kam drejt me fol para njerëzve, miqve të cilët i takoj për çdo ditë në këtë rrugicë të Ulqinit, në këtë det kaq të bukur. Besoni që sonte ndi vendin shumë krenar dhe me shumë emocione që realizoj një dëshirë që e kam pas kur kam qenë 11 vjeç. Atëherë për herë të parë, nga kushrinjtë e juaj dhe të mit në Durrës, kam një për këtë emër kaq të madh që ju do ta përcjellni dhe unë nuk do të hyj në tholësi sepse mos t'ja marr drejtën filmit dhe filmit dokumentar që do ta përcjellni. Kam tentuar në vitin 90 me hyj te shpella Haxhi Alis, për shkak që saj shhap Shqipënia nuk na kanë lanë, ka qenë ideja dhe vllau tim, por e treta e vërteta Zoti e ka bërë që ka marrë në kry këtij institucioni dhe zyrtarisht pra Ulqinit ton të dashur ja dhuron këtë film dokumentar që flet për një hero me të cilin ne duhet të mburemi të gjithë. Atëherë për mas të zgjatëm, sepse u tha gati gjithçka, unë si person i cili jam tash në krye të Cekumit, ju siguroj që do të vazhdojmë të sjellim në pasqyrin ton edhe shumë figura tjera, edhe të Ulqinit, por edhe trojeve tjera ku jetojnë shqiptarë dhe pakice tjera. Veç janë emra që unë i di, por do t'i mam sekretin ton. Në emër tuaj, jo në emrin tim, më lejoni ta ftoj në skenë mikun tem të vjetër, të cilin e kam njoftu në vitin 2000 kur kemi hap panairin e parë të librit, ish ministrin e kulturës Shqipërisë, zotëri Angel Docaj, i cili në thojza është fajtori që kjo ideje ne ulqinakëve u bë realitet. Jam i lumtur, jam i gëzuar që sonte jam në një skenë krejt veçantë, për mua nuk është hera parë kuptohet, dhe ky është dokumentari 223 imi. Jam gjetur shumë skena, gjithmonë në promovime dokumentarësh, por sonte besoj që kjo ka një ndryshim nga gjithë të tjerat kjo mbrëmje, sepse jam para jush, jam në Ulqinin tim që do ta quaja një qytet të dytë të dashur për mua. Kjo është një nga arsyet e cila më ka bërë që unë të vi shpesh, por ka pasur sebepe, si që themi, dhe një nga ato ka qenë paneri i librit kur unë njoha me zotin Gëzim Hajdinaga. Në një bisedë para disa viteve, kur unë shpletoja libra që ishin botuar nga shkrimtar dhe studius Ulqinak, bëra një pyetje krejt ndoshta dhe naive, thash nuk po shikoj në një nga këto emrat që unë i kam njohur dhe që janë të shkruara në historitë ndryshme që kanë lidhje me Shqipërinë. Njerëzit që më shoqëronin aty ishte pranishëm edhe zoti Hajdinaga, më thanë, po na i thuaj këto emra. Dhe unë krejt natyrshëm përmenda disa emra midis të cilëve përmenda edhe Haxhi Alin, për të cilin unë dija shumë pak, po më shumë se çdo gjë tjetër dija shpellën që është në Vlorë. Dhe intuitivisht u thash, do ishte bukur që jo vetëm shkruhet një libër, por për këtë njeri, për atë shpellë, e cila ka shumë njohuri janë për atë shpellë, por janë njohuri të cilat unë i dëgjoj në Vlorë, dhe nuk është më mirë që këto gjëra që dim në Vlorë t'i zgjerojmë, t'i bëjmë një çik edhe të Ulqinit, sepse Haxhi Alia është nga Ulqini e tjera. Mbetëm mirë kështu dhe zoti Gëzim tha, o Angel, pa e bën ti këtë dokumentarin? Dhe mua kaq më mjaftoi, bashkë me okejin për të bërë dokumentarin, unë hyra lexova, përgatitëm dhe sot neve vim që t'i bie shkurt
me kontributin e Zotit Ajdinaga, edhe të institucionit të dy palët, qoftë Zotin Gëzim, qoftë institucionit, falenderoj për kontributin e dhënë. Sot vi këtu bashkë me Gëzimin me një lloj kënaqësie në vetvete si krijues, po njëkohësisht edhe si mik i Gëzimit për bashkëpunimin që kemi. Dhe them që ky dokumentar brenda të cilit ka një jetë, ka një histori, ka pak ullqin, ka pak vlorë, ka një fragment të historisë sonë kombëtare, ka dhe një lidhje të ngushtë midis këtyre dy qyteteve, Vlorës dhe Ullqinit. Besoj që ky film do mbetet disi tek juve si diçka e veçantë të cilën do ta shijoni sonte. Ju uroj shikim të këndshëm. Adriatiku dhe Ullqini, dy binjak mbi të cilët ngrihet një monument i rrallë. Nga kalaja e tij, deti të fut thellë në mendime. Janë këto mure legjendare, këto bedent patundur, ky kaldrëm i lashtë, sa vetë jeta e këtij qyteti. Emra të shquar që kanë hyrë në analet e historisë Ullqinit, të shkruar me gjak përmes vringëllimës së shpatave, jehonës betejave dhe krismës së topave të anijeve. Kështu rritën edhe herojtë e detit, lavdia e këtij qyteti. Ata janë shumë, të njohur ose pak të njohur. Për secilin prej tyre mund të flas çdo element i kalas, çdo derë, e sidomos edhe ato fragmente të veprave artistike që i kanë shpëtuar tallazëve të historisë. Pas mbylljes së filmit, auditori shpërtheu në duar trokitje të gjata, ndërsa shumë të pranishëm u shprehën se dokumentari ishte një kontribut i vyer në kujtesën kolektive dhe në ruajtjen e identitetit kulturor të qytetit. Autorët e filmit u falenderuan ngrohtësisht për angazhimin e tyre profesional, ndërsa mbrëmja u mbyll me takime të shumta, biseda, fotografi dhe atmosferë të ngrohtë festimi, duke e kthyer premierën e Kryekapedanit në një nga ngjarjet kulturore më të rëndësishme të vitit në Ullqin.